Nga sot, hyn në fuqi zbatimi i udhëzimit të ri për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme pas botimit të tij në fletoren zyrtare. Në udhëzim, thuhet se të drejtën e kryerjes së rivlerësimit e kanë të gjithë ata individ që kanë në pronësi pasuri të paluajtshme, të regjistruara ose që fitojnë pronësinë dhe regjistrojnë atë deri më 31 dhjetor 2026. Gjithashtu, rivlerësimi mund të kryhet edhe për ato pasuri që e kanë kaluar një herë këtë proces. Fushata parashikon një normë tatimore 5% për rivlerësimin e pronave, ndërkohë që aktualisht në rast shitjeje aplikohet një tatim prej 15%. Tatimi do të llogaritet mbi diferencën mes vlerës së regjistruar në kadastër dhe çmimit të tregut. Në këtë proces do të merret në konsiderat edhe amortizimi i pronës. Vjetërsia e objektit do të ndikojë në nivelin e tatimit, duke bërë që pronat më të vjetra të kenë një barëm më të ulët pas rivlerësimit. Në udhëzim është specifikuar se i gjithë procesi do të realizohet online me 2 procedura, me ekspert të licencuar ose pranë agjencisë shtetërore të kadastrës. Kur një individ zgjedh që rivlerësimin ta bëjë në ASHK, vlera e pronës së tij i afrohet me çmimet minimale fiskale që janë në fuqi.